në mbështetje të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe Kodit Procedurës Penale, kjo gjykatë shqipton dënimet si vijim. Të akuzuarin Blagojes Pasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shëftuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Vladimir Tollish e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shëftuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve. Në dënimin e shëftuar me dënimin me burgim, llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuar Blagojes Pasojević, Vladimir Tollish, Dušan Maksimović, me akvedim të veçantë ju vazhdojt masa e paraburgimit deri në plotësueshmërinë e këtij aktgjykimi. Konfiskohen sendet e sekuestruara, respektivisht mjetet të cilat kanë mësuar hyrjen e veprës penale. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale, të akuzuarit që janë gjetur fajtor, secili veç e veç, urdhërohet që në emër të shpenzimeve të procedurës gjyqësore të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 500 eurove, ndërsa për programin për kompenzimin e viktimave të krimit shumën prej 100 eurove. Të gjitha këto në afat për 15 ditëve nga dita e plotësueshmërisë së këtij aktgjykimi. Të dëmtuarit, lidhur me kërkesën pasurore juridike, udhëzohen në kontest të rregull juridiko-civil. Sa i përket arsyetimit, një arsyetim më i detajuar, lidhur me çështjet ligjore të aspektit procedural, konstatimit mbi gjendjen faktike që ka vërtetuar kjo gjykatë, si dhe vlerësimet për sankcionin penal të shqiptuar, do të jepet në arsyetimin me shkrim në detajet të kësaj gjykate. Krejt në fund, gjykata jep këshillën juridike, ku kundër këtij aktgjykimi është e lëvura ankesa në afat për 30 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit. Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë përmes kësaj gjykate. Ky është e vendimi i gjykatës.